Po më vjen shumë dyshim shumë gjëra tek ty dhe po I forcon akoma shumë mendimet e mia për ty që për mua realisht vazhdon të jesh ai që atë shije kam unë ty, pavarësisht se ti pas ke qenë me dyshim mos dalim jashtë. Po, pavarësisht se ti pas ke vënë në dyshim çdo lloj gjëje timen që e the. Tash, prit më ta mbarojmë ti të lutem. Vazhdoj. Pra tash ti edhe djalë me shkollë, marrë Vazhdoj. Edhe ke një gjëra si tepër të madhe natyrore, edhe ke shumë gjëra që shumë pak njerëz I kanë dhe ato vazhdojnë të kem për ty. Por ka një por mbrapa. Në momentin që ka hyrë këtu, edhe filloi gjithë ato ofendime ato dhe gjërash, unë kam net, po ty sepse si s'ka shaj ty, si s'ka ofendu ty, më ka ofendu dhe mu njësoj. Në formën e vet, sepse kam një moshë në diçka, në formën e vet dhe unë prapë kam duru. E kam duru sa që e kam dënu bile edhe pjesën e malit e çdo njeri. I kam thënë që ky njeri nuk duhet të rri këtu. A kupton? Tash vetëm thjesht shifsha ditën e shtunë. Ditën e shtunë ky doli si s'doli dhe thash, kur erdhi të dielën thash I diçka po ndodh këtu. Me gjithë ato ofendime, ato gjëra që mori vllai madh këtë gjë. Ka pralemrime, asnjë njeri nuk del këtu me zarf zi se ka thënë. Bravo, shiqyr. Tash, shiqyrtisë unë. Po duro o ti Senaldo, ti mos vllai mall teston ujërat pa testuara. Ti mos ma mbush, mos ma mbush me për ato fjalë që ka thonë ky. Të testojnë ty do ishe duke testuar ujërat zeza, po çfarë bësh? Mos mi vet dyshim fjalët e Rogerit për ty tash. Çka ka thonë? Mos më dalin paktën ke ty tek unë, sepse po ja afrohesh shumë këtyre gjërave. Cila gjërave? Të gjitha ato që ka thonë ai për ty. Pse? Sepse ti e para punës një herë, ti vend dyshim intelektin tim. Ti se di se kam intelektin tim. E di se e kam parë. Po si e pe? E kam parë këtu. Si e pe, ma tregon. E kam parë këtu. E kam parë unë dhe gjithë njerëzit që të kam parë në program. Po lemën se njerëzit, unë si kam hyrë këtu, kam hyrë vetëm. S'po them unë, intelekti nuk është dalësh këtu, nuk është hysh dy veta këtu, hysh një është. Po pra, kam hyrë vetëm. Mos u merr me mua me atë punë. Si mos u lodh një gjë që e ke të kot përballë meje. Unë nuk jam as dunus. Po jo, pra kjo mos, këto në fjalët që ka thënë Rogerit. As player, atëre, në një bisedë, çdo më thonë mos u merr me mua. Mos u merr me mua, do të thonë që kjo është një bisedë që ti me mua nuk e bën dot. Pse nuk e ke këtë që po bën ti? Si, do të kam atë intelektin që me folën me ty. Jo. Çdo më thonë mos ti këtë bisedë nuk e koncepton dot fare si shofun. Fare. Si e mendon ti? Po si e koncepton ti për shembull këtë bisedë që po bëjmë ne bashkë? Unë e konceptoj si të pa konceptueshme për ty. Si për shembull? Po ma shpjegoj më valla. Po si për shembull? Çdo të thonë kjo mos fol këtë gjë. Jo, po them që po bën pak si presion kjo gjë. Jo, mos është presion, ky është rekomandim. Jo. Unë po them, mos bëj me mua një bisedë kot që s'e bën dot. Se s'keça bisedë bën o tan. Ore, unë flas për rri zemrës mirë, rri karakterin tënd, dhe mos u lodh kot me gjëra të tjera, se s'jam për ty. Ta them unë. Nuk jam për ty. Tani, keni pyetje për lojën, a çfarë pyetje ke? Unë, ty dhe ju